Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, faleminderit që edhe këtë ditë keni zgjedhur të jeni me pasion e profesion. E sot sofrën e Pejës do ta ndajmë me mysafir të çmuar, përfaqësues në komunën e Pejës, me të cilët do të flasim shumë çka mbi kulturën, sportin dhe rinin. Dhe sigurisht si çdo herë tjetër këtu në studion e pasion e profesion do vinë, janë këtu pranë meje dy kuzhinierë të mrekullueshëm. Është Denis Tanushi, i cili vjen për herë të parë këtu në pasion e profesion. Denis, mirë se erdhe. Është kënaqësi shumë e madhe të kemi këtu. Të flasim pak për pjatën, fillimisht, çfarë pjatë ke vendosur sot të përgatitësh dhe pastaj më na njoftu pak me veten. Pjata është chicken parmesan ose pul vianeze, bënë në sos të domateve dhe qitë në pjatë me shpageta. Shoqëruar me shpageta. Me shpageta, me zë po plas më e provu këtë pjatë, po besoj që ditë përgatitës është shumë mirë. Na tregon pak ndoshta se si ka filluar kjo dashnia jote ndaj kuzhinës. Po dashnia ime nga kuzhina duke parë mamon të bëu ushqim në shtëpi, kështu derisa jam shku me marr të punu në disa restorante në Gjakob dhe kjo e ka bërë në shpirtin tim, pasion dhe tashmë nuk ka të ndolur. Tash është edhe profesion. Tash edhe profesioni imi. Është kënaqësi e madhe që çdo herë na rastis që të përdorim këtë fjalën pasion e profesion, sepse nga pasioni, secili prej të gjithë kuzhinierëve që kanë qenë këtu, e kanë bërë edhe profesion punën e tyre. Unë dua të falenderoj shumë Podravkën, para se të vazhdoj dhe të përshëndes edhe Liridonin, i cili është përsëri pjesë e pasion e profesion. Liridon, mirë se na erdhe përsëri. Përshëndetje. Është kënaqësi e madhe të kemi përsëri këtu në familjen tonë, pasion e profesion. Po besoj që ti ke filluar tash të bësh familje, pjesë e jona. Liridon, çfarë pjate do të përgatitësh sot? Sot kemi salmon zgore me pore karrota dhe brokolli, shoqëruar me pak fek, pak boter edhe limon, edhe përpara gjallë kemi crudo. Do të thotë do kemi diçka me fik. Po. Era faja prej pikun. Shumë faleminderit, po besoj që është një pjatë shumë e shishme sepse ka edhe përbërësit e preferuar të mi këto. E shikues dashur, dua t'ju tregoj diçka. Po shkojmë tek premiumi, tek pjesa muj me thonë kështu favorite e imja, sepse ka shumë produkte të shishme. Për momentin kemi manti, kemi bukë të zezë, kemi kifle të ndryshme, por edhe croissant me aerokrem. Gjithashtu kemi edhe bukët të cilat pjekën vetëm për 8 minuta. Kemi baget, ciabatta dhe bukë të tjera. Këto janë vërtet të cilat, ato bukë të cilat pjekën për 8 minuta. 8 minutat e premiumit. E shikues dashur, po shkëputemi për bllokun e parë të marketingut, qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer pas bllokut të parë të marketingut këtu në Pasion e Profesion. Unë jam tek këndi i ETC. Si gjithmonë, ne të gjitha produktet e Pasion e Profesion i marrim tek ETC-ja, sepse janë me çmime shumë të vëlidshme, por janë edhe kualitative. Të gjitha produktet mund t'i gjeni aty, ndërsa i kemi edhe pastat P&K, të cilat janë shumë kualitative dhe gjithashtu edhe Denisit i duan sot t'i përdorën edhe recetën e tij. Po ja dërgoj unë atij. Denis, urdhëro pastat. Mund t'i përdorësh. Denis, a ki ndonjë pjatë të preferume që ti e bën zakonisht? Kjo ndër të preferumet e mia, që e bëj shpesh në kuzhinën dhe mund të them biftek tartar. Okej, po mund të na tregosh pak rreth punës, si po shkon puna dhe si përkujdesesh që gjitha pjatat të dalin të shishme? E vërtet, në ku punojoni kemi çto pjatat, si gjakovare, sofrat e kështu me radhë, që duam të përkujdesem të gjitha njësojmë qitë njëjtë.
me gjithë dashuri dhe për pasion. Gjithashtu Liridoni e keni nga i njëjti vend, nga Gjakova, po besoj që keni pas mundësi edhe të afroni dhe të bisedoni edhe rreth ushqimit. Po si është edhe bashkëpunimi aty ku punon, në atë restoran, me stafin? Stafi i mrekullueshëm, unë punoj aty afër që 2 vjet, jena shoqëruar, nuk ka moshë, të gjithë jena njësoj aty. Sa mirë. Po mirë, mirë edhe po të lëtë që ta vazhdosh edhe recetën. Ha, mo, Ledi Don, qësh po të shkajnë? Super. Shikues, duheni me pa. Sot pas kemi me u knaq. Me 2 pjata, shumë të sheshme. Ledi Don? Po. Mundesh me na tregu ti diçka, si është mënyra ma e mirë me përgatit këtë recetë? Mënyra ma mirë? Po. Mi menaxhu kohën, edhe mi ditë shkat tek qysh mi janis ma për sanët, dhe më thonë më kënë reciproke. Jo me vazhdu me një sanë, milion një sanë, po me shku, si me thonë, hop pas hapi. Okej. Step by step. Step by step. Me qka po vazhdo të ashte? Me salmon. Salmon, Okej. po që kjo du të më kënë përfundimtare, unë vishë për marinej, Po. që kjo du të më kënë e nëzët ku të rrirët, po që tu kom pak punë, dhe më thonë. Okej. Sa ku të merë kjo recetë? Parafërsisht më kënë në restoran jenë edhe sanët pak ma hazër ose jenë pak ma bone ma herë, ma të gatshme, parafërsisht 15 minuta, 13 minuta. Okej, super. Po besoj që ti i përdore edhe produktet e Podravkës, apo jo? Po. I kemi edhe këto. E unë po du me ju prezentu një produkt të ri, i cili thjesht nga ka thjeshtësu jetën kuzhinë, është ky produkti Topits, i cili është pa BPA, është alumini pastër edhe food safe. Pra nuk qohet në mes, nuk ngjitet edhe mund të përdoret edhe për pjekje në furrë, pra gjithashtu janë zgjedhja më e lehtë dhe ideale për ruajtjen e ushqimit në për kuzhinën tonë, edhe gjithashtu na ndihmon shumë, na bën jetën thjesht më të lehtë, apo jo? A ka mundësi me ma japë së më duhet? Po, patjetër. Ata hapjon apo ja vetë? Qështë thjesht jepë. Hajde. Po të ndihmoj. Thank you. E hapi me njerë Topits. Edhe po e shfrytëzojmë për herë të parë në pasion e profesion, sepse unë në shtëpinë teme vetë se i kam, po këtu po ja u tregoj edhe kuzhinierave. Thank you. You're welcome. E shikues dashur, tash po ju dërgojmë krejt dikun tjetër. Do e vizitojmë një vend shumë të veçantë. Do shkojmë tek agroturizmi Via Egnatia, ku do e shohim se si mund të shijoni një vikend të këndshëm atje, gjithashtu edhe me produktet bio, që është një ushqim fantastik. E ndjekim materialin në vazhdim për më shumë detaje dhe kthehemi menjëherë në Pasion e Profesion. Shikues të dashur, sot jemi në fshatin Peqin, në Shqipëri, jemi tek Via Egnatia Agroturizëm. Do e shohim më nga afër këtë vend, si çfarë përfshin, është një vend goxha i madh dhe ka shumë vende të ndryshme të cilat mund t'i vizitojmë. Ka disa tunele të cilat janë shumë kurioze me i pa edhe vetë, por gjithashtu prodhimin e bylmetit dhe prodhimin e shumë çka tjetër mund ta ndeshni gjatë kësaj interviste dhe gjatë pamjeve këtu. Unë sot do bëj një intervistë me përfaqësuesin e familjes, i cili do na tregoj më shumë rreth këtij vendi, më shumë rreth historikut, por edhe se çfarë prodhohet këtu, por edhe për ushqimin patjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, kënaqësi. Faleminderit shumë për mikpritjen, është një vend fantastik me të vërtet, është shumë kënaqësi e madhe që jemi këtu dhe ta zbulojmë më shumë historinë e këtij vendi, sepse ka një histori shumë të veçantë. Tani, të gjithë treva shqiptare janë të bukura. Po. Çdo trevë shqiptare ka specifikat e saj, ka
zakonet, rritet, të thosha terrenin e saj dhe gjërat të cilët po përtor temin mburren apo krenohen qytetarët atyre trevave. Një nga to treva shqiptare sigurisht është edhe treva e zonës Peqinit, të ish Klodianës, sepse qyteti në periudhën romake i Peqinit e ka patur emrin Klodiana fillimisht, pastaj ka evoluar për shkak edhe në pushtuesit, pushtimet dhe në kohën e pushtimit otoman ka ndryshuar nga Klodiana në Piklin dhe pastaj në fund në Peqin. Sa bukur të dëgjosh edhe këtë histori, më nga afër edhe të kuptosh tamam historinë e vërtet që fshihet mbrapa emrave të vendeve. Pozicioni gjeografik i zonës së Peqinit, të qytetit të lashtë Klodiana, është një pozicion strategjik qysh nga koha e romakëve, ku dihet që perandoria romake ishte një perandoria e cila ushtri në të gjithë territorin gati të Europës, madje edhe më tej, por specifika është që për të kaluar në zonën për në Konstantinopol, në Selanik, është ndërtuar rruga e cila vjen nga Roma, në zonën e Puljas, në Durrës dhe përgjat pastaj vazhdon në Peqin, ka në zonën e Mirakës, të Librazhit, Qukësit, në Lin, pastaj vazhdon në tutje në drejtim të Korçës dhe në Selanik në drejtim të Konstantinopolës. Vajza e familjes Sula, e cila është e martuar me djalin e familjes Casanova, të cilët janë nga Italia, dhe vajza e familjes Sula, Paula Sula, ka mbaruar studimet në Zvicër, dhe ku është njohur me bashkëtortin e saj Matteo Casanova, të familjes Casanova, të cilët që të dy i lindi ideja për ngritjen e një agroturizmi në këtë zonë, sepse familja Sula është në këtë zonë autoktone, prej 100 vjetësh, dhe duke patur parasysh se kush është kjo zonë, kjo ide u laborua fort edhe eci përpara dhe u shty nga ana familjes Casanova, të cilët kanë qenë financuesit e këtij projekti, pra familje milaneze nga Milano, të cilët bashkë me Paulën, qoftë Matteo Casanova, qoftë Paolo Sula, kanë përfunduar studimet për administrim, menaxhim, biznesi, dhe që kjo ide e ngritjes së këtij agroturizmi. Është shumë kënaqësi e madhe që të dëgjojmë kësaj lloj histori dhe të dëgjojmë histori suksesi në Shqipëri, por edhe që i rrini gati kaq shumë. Po besoj që jeni edhe familje, kështu që gjithë përfshiheni në gjitha punët këto. Tani duhet të jemi shumë të sinqert edhe shumë të drejtë për drejtë edhe pa filtra. Familja Sula dhe familja Casanova janë të gjithë, dhe plus pjesëtarët familjeve të tjera, janë të përfshirë në këtë projekt, të cilët nga ndërtimi. Doja t'ju thoja që gjithë ky projekt ka përfunduar për gjatë jo më shumë se sa 2 viteve, investimi kur ka filluar, dhe tu mund të shikojmë edhe pamjet e gjurmët e Via Segnatia, dhe kur ka vazhduar pastaj projekti, të gjithë personat janë përfshirë të fisit të Sulat, fisit Casanova dhe fisit Magani dhe fisit të tjera. Tani mund t'ju shpjegoj, këto janë kupa en Floriri, të cilët janë zbuluar në mos gaboj në vitin 1920-25 në zonën e Vrapit, e cila është këtu më matan Kodrave, që është nën prefekturës së Peqinit në atë kohë, dhe sot këto en të periudhës romake ndodhen në muzeun e New Yorkut. Mjallë e qytetit të Peqinit, e ndërtuar disa shekuj më parë, dhe që është ndërkalat e Shqipërisë së mesme.
Aty janë restorantet, janë 3 salla, pra një sallë e vogël që bën për evente, po themi të vogla deri në 40 persona fillimisht. Pastaj është salla tjetër, është salla me natyrën, dhe salla pastaj tjetër brenda janë xhardino për pjesën e jashtë, ku është specifike këtu në zonën e Peqinit ka 2 gjëra të cilët janë që mburret zona dhe të gjithë fermerët e zonës. Është ulliri që është pema shekullore e Peqinit dhe po shikosh këtu brenda agroturizmit, këto janë pemë të ullirit mbi 150 vjeç që janë pemë të ullirit dhe kështu që i gjithë ky quhet ulliri kokër vogël që quhet bizoni që vojs si themi të zonës dhe është që kultivohet dhe këto i përkasin periudhës mesetare 500-600 vjet përpara të cilët është kultivuar dhe që është mbjellur gjithë zona ullirit. Agroturizmi Via Ignatia zotron edhe me bashkëpunim dhe 2 ferma të tjera, një fermë tjetër është Matan Lumit për rritjen vetëm të zogjve të fushës, po që vetë zona e Peqinit ka një emër të përveçëm që nuk i quhen zogj, nuk i quhen pula, po i quhen kalastren. Dhe ky agroturizëm zotron edhe 2 baxha, të cilët janë në përditshmërinë e tyre në aktivitetin, që do të thotë që duke pasur Baxhat janë si lloj depo, a më me çujt kështu apo çka janë? Jo, baxhat janë ato të cilët prodhojnë të gjithë produktin e djatrave, të bulmetit nga fillimi deri në fund. Agroturizmi Via Ignatia sot zotron 12 lopë të saj, disa dele dhe disa dhi dhe gjithë qumshi i këtyre përpunohet në përditshmëri, por besoj që është i vetmi agroturizëm i cili ka një cikël të mbyllur dhe që prodhon në mos gaboj 13 ose 14 lloj gjatrash të prodhimit nga bulmeti. Pra në territorin e agroturizmit Via Ignatia prodhohet burrato, mozzarella, ricotta, stracciatella, gjithë llojet e djathtë kaçkavall dhe së shpejti për shkak duke patur parasysh që ka 7 tunele në territorin e agroturizmit Via Ignatia, një tunel do të jetë vetëm për stazhonimin e djathëve të kaçkavallit. Agroturizmi ka dhe 15 dhoma aktualisht, të cilët janë dhoma familjare, por apo themi të akomodohet një çift bashkë me 2 ose 3 fëmijë, por ka dhe dhoma të cilët mund të jenë vetëm për çifte. Klientët që do vizitojnë agroturizmin Via Ignatia të kenë edhe një pishinë për të rritur dhe një pishinë gjysmë olimpike edhe për fëmijët, dhe ndoshta po mendohet që familja Kazanova me familjen Sula po mendojnë që të ndërtojë dhe një ambient për çiftet e reja për të bërë ceremoninë ditën e tyre të shenjtë, ceremoninë martesore. Të afroj sa më shumë me fshatin, me natyrën, me tokën, çdo klient apo çdo apo çdo fëmijë që të kuptojë se toka është ajo që prodhon gjithçka, që na ushqem në përditshmëri. Së shpejti besoj që për një periudhë të saktuar do kemi një tunel për nënat me fëmijë për filmat animuar, për kinema, do ketë një tunel për yoga, për meditim, për të rritë të rejat apo moshat e më të mëdhaja, dhe sigurisht do ketë edhe gjërat e tjera. Pra, qëllimi i familjes Kazanova dhe familjes Sula, i Paulos, Mateos dhe Silvios është që këtu të rri e virgjëna, që në italianët, që mos preket asgjë, pra në kuptimin mos vendoset asë një gur, apo asë një ndërtim i lartë, absolutisht, por të rri në natyrë edhe do t'i përshtatet e gjithë ides që t'jetë sa më origjinale. Unë t'ju tregoj një sekret shikuesve, pasi që jemi të tuneli i sekreteve. Ushqimi këtu është fantastik. E janë edhe provojni, shijoni këtë vend, sepse me të vërtet keni me kalu një kohë shumë mirë. Gjithashtu edhe mikpritja është një nga gjërat kryesore dhe që më ka bo përshtypje mas shumë din këtë vend. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit dhe ju dhe një herë që kënaqësi dhe të thosha shëndet, lumturi të gjithë familjeve shqiptare në gjithë qytetarëve të Shqipërisë dhe veçanërisht të familjeve të Kosovës që kanë vuajtur aq shumë për gati një shekull. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju.
Shikues të dashur, kjo ishte eksperienca e një dite të plot tek Agroturizëm Via Ignatia. Ne jemi kënaqur shumë, e kemi shiju çdo moment, por gjithashtu kemi pa një natyrë të mrekullueshme përveç të tjerash. Unë ju ftoj që të vini dhe të eksploroni më shumë këtë vend për ushqimin e tij dhe për të gjithë ambientin këto. E ne shihemi përsëri në episodin e radhës të Pasion e Profesion. E tash është koha për rubrikën Tringëllicious. Para se të zbulojmë ëmbëlsirën që do e përgatis Tringa, sot për ne dua t'ju kujtoj shijen e veçantë të çokoladës Lindt. E shishme, e rafinuar dhe mbi të gjitha e shëndetshme, çokolada Lindt është ideale, po ashtu edhe si përbërës i recetave të ëmbëlsirave që i përgatitni në shtëpi. Një ide e mirë dhe besoj që Tringa do na tregoj më shumë rreth çokoladave Lindt, kështu që unë veç se po e hapi një sepse më ka ra pak sheqeri. Edhe nëse doni çokolada të mira të shishme, merrni Lindt. Mos qëndroni në shtëpitë juaja pa Lindt. Apo doni? Përshëndetje, mirë se po takohemi në Tringëllicious. Sot po përgatisim recetën profiterol me biskota. Përbërësit janë biskota që përdoren edhe për tiramisu, miell, një seshte, sheqer, qumësht, çokoladë për gatim, krem pana, shlak krema nga Dolcella, si dhe për dekor çokoladën Lindt. Fillojmë me përgatitjen e kremit. Qumshtin e hedhim në një tenxhere. Pishtoj miellin, një seshte, sheqerin dhe të kuqen e vezë. Të gjitha këto i përzijmë bashk derisa masa të bëhet kremoze. Kremi vetë se ka fituar formën e trash, është pothuajse gati. Dhe tani është gati. Do t'ja vendosim qesen, në mënyrë që mos të krijoj cip derisa të ftohet plotësisht. Krema është ftohtë, tani po vazhdoj. Po e shtoj shlagun Dolcella edhe qumshtin që ka mbet. Dhe do t'i përzij me mikser të gjithë masën. Pjesa kremit përfundoj. Tani po e ashtoj biskotat, të cilat i ngrincojmë në 2-3 pjesë. Vazhdojmë kështu me të gjitha biskotat. Masën po e lëm të qëndroj pak këtu derisa ne të përgatisim çokoladën. Në një tigan e vendosim kremin pana, çokoladën, dhe vajin. Çokolada është shkrirë,
dhe vazhdoj me servimin. Unë kam zgjedhë në këto forma, po ju mundeni edhe në forma tjera me servu. Sipër i vendosim çokoladë të shkrirë. Sipër do t'i vendosi çokoladë lind për dekor dhe për shije. Kjo është reseta për sot. Faleminderit dhe shihemi në edicionin tjetër. E shikues të dashur, e ndoqëm së bashku recetën e ëmbël në rubrikën Tringëllishës. E tash është koha të shkëputemi për bllokun e dytë të marketingut. Përqendrohemi ne sepse veç pas këtij bloku do kem këtu në studio disa mysafir nga vendi i bukur i Pejës dhe do flasim për tema shumë interesante bashkë me ta. E shikues të dashur, u rikthyem nga bloku i dytë i marketingut dhe tash dua t'ju tregoj diçka. Ky paketimi me 5 noodles, Simply Chicken, ka ardhur i ri dhe është shumë i shishëm për të gjithë ju që e keni jetën e shpejtë dhe dëshironi që të hani diçka shpejt e shishëm. Kjo pra është zgjidhja për ju nga Podravka. Dhe gjithashtu t'ju tregoj edhe për Vegetën, patjetër. Vegeta vjen me një paketim të ri. Po e marrë paketimin e ri, kjo është paketimi i vjetër, kjo është paketimi i ri, është një paketim modern, por shija mbetet gjithmonë e njëjta. Pra Vegeta nuk mungon asnjëherë në tryezën tonë, edhe në pasion e profesion. Denis, si po shkon procesi, a je gati? Super. Arume shishme po vjen këtu në studio, veç me mujt me ju sjell të gjithëve në shtëpitë e juja këtë aromë, kishme qenë shumë kënaqësi e madhe për mua. E vërtet. Denis, po besoj që edhe mysafir do ndohen shumë të kënaqur me pjatën. Po besoj. Nuk jam i shkëni. Doni, Përshëndetje. po thrasun tash kështu se i boj i shtëpis. Po, A jemi gati? gati në finalizim. Edhe këto aroma shumë e shishme. E tash unë s'po hupi kohë shumë. Ne kam kënaqësinë t'i mirëpres në studio mysafirët tonë nga Peja, nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Pejës. Me ta do të flasim për aktivitetet, projektet dhe angazhimet që po zhvillohen në shërbim të komunitetit dhe të rinjeve. I mirëpresim pra këtu në studio. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Është shumë kënaqësi e madhe t'ju kemi këtu në pasion e profesion. Mund të uleni. Me shumë kënaqësi e pranuam ftesën. Ishte edhe kënaqësi e madhe për ne që ju keni pranuar kështu me njëherë pas një hezitim dhe të flasim ndoshta për projektet, për aktivitetet që po mbahen tash në Pejë, në qytetin e bukur Pejës, sepse është kënaqësi e madhe që keni ardhur pa pritesë. Do shijojmë edhe ushqim këtu nga kuzhinierët tonë fantastik. Ta i kemi nga Gjakova, po si do qoftë Treza e Pejës. Mirë se keni ardhur, t'ju prezantoj fillimisht. Bashkë me mua këtu janë zonja Xhenet Syka Kelmendi, drejtoresh për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Pejës. Vullnet Gusia, menaxher i projekteve në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport në Pejë. Gresa Bakraqi, kampione shumë fisht në atletik, dhe Albulena Krasniqi, përfaqësuese e sportit shkollor dhe profesoresh gjithashtu. Faleminderit shumë edhe një herë për pjesëmarrjen. Ndoshta bisedën do e filloja bashkë me drejtoreshën për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Pejës, zonja Xhenet Syka Kelmendi. Zonja Syka, ndoshta fillimisht do donim të dinim edhe si e vlerësoni ju gjendjen aktuale të kulturës, rinisë dhe sportit në Komunën e Pejës. Në fakt, ne udhëtuam dhe arritëm këtu me një lajm impozant. Para pak minutash në Tbilisit Gjorgjis,
një nga gocat pejane të cilat gjithmonë po na zbardhin fytyrën, mori edhe një medalje të artë. Është fjala për Distria Krasniqin dhe emocioni e adrenalina akoma më tepër është rritur para mbritjes tek studio juaj. Dhe besoj se ishte një ditë me fat dhe një moment me fat e aq më tepër edhe një mundësi më e mirë për ta filluar emisionin me një lajm fenomenal. Edhe pse gjithmonë të gjitha emocionet dhe disponimi tash është krejt ndryshe me këtë lajm, por gjithashtu ndryshe Albulena është motra e Distrias. Urime dhe shumë suksese tjera. Po shpresoj që kjo është, po besoj, kjo është një lajm i mrekullueshëm për të gjithë ne, jo vetëm për juve si familje, po për të gjithë vendin, për gjithë Kosovën. Por disi emocioni ishte më i afërt në Albulenën, por derisa rrugtuam, mendoj se urime është për krejt Kosovën, sepse prap kultura dhe sporti dhe njerëzit që e përfaqësojnë e reprezentojnë kanë ngelur ambasadorët më të mirë edhe për reprezentacionin e Republikës, por edhe për unifikimin, sepse përtej bindjeve, pajtimeve dhe mos pajtimeve që kishim gjatë mbritjes deri tek studio juaj, prap disi na bëri bashk, e aq më tepër medalja artë, kështu që kjo është edhe filozofia që pushteti lokal e referon në pej, duke dashur që përmes jetës së pasur kulturore, përmes shtegut të pasur kulturor, përmes diversitetit që ofrojmë, përmes tolerancës, përmes dialogut dhe mirëkuptimit, të ofrojmë shumë çka për banorët, por edhe për vizitorët, dhe jo rastësisht jemi zona më e vizituar në Republikën e Kosovës dhe sipas Agjencionit për Statistikat e Kosovës, pas Prishtinës kuptohet që është kryeqytet ku ka dhe shumë jetë diplomatike dhe administrative, peja ngelet destinacioni më i vizituar, e që kultura dhe sporti konsideroj që e begatojnë akoma më tepër duke e shëndritur në glamur të prezentimit dhe të reprezentacionit. Po pa tjetër. Gjithashtu është edhe, kemi qujtë kështu sofra pejane këtu në studion tonë, këtë muaj, edhe është nga e madhe që kemi juve këtu dhe të na shpalosni më shumë rreth aktiviteteve kulturore dhe gjithçka tjetër. Po cilat janë ndoshta prioritetet kryesore si të drejtorisë për kulturin dhe sport në Pej? Në fakt Peja është bërë qytet dhe zone festivaleve, e kishta quajtur. Tek ne kam filluar tashmë përgatitjet për të gjitha festivalet, duke qenë se jemi në sezonin pranveror. Kuptohet që vera i ka dinamikat e saja, por edhe vjeshta e Drimri nuk ngelen pa aktivitete kulturore. Në fakt jemi duke bërë edhe shumë programe diplomatike për sa i përket binjagëzimit të komunës sonë me shumë qendra të tjera, duke dashur ta ndërkombëtarizojmë sa më tepër, dhe kjo bëhet vetëm pse të gjitha vlerat tona dhe kulturën e përbashkët, qoftë materiale, qoftë shpirtërore, dëshirojmë ta prezantojmë edhe në arenën ndërkombëtare në të mirën e integrimeve gjithmonë, ndërkohë që tek segmenti tjetër që e menaxhojmë që është sporti, me prioritet të veçantë kemi masovizimin e sporteve të vajzat. Kujtoj se ja kemi dalur viteve të fundit dhe jo rastësisht në sofër me ne në këtë tryez delikatesë është edhe Gresa Bakraçi, e cila tashmë është duke bërë maksimumin e përgatitjes për Olimpiadën e re dhe njëra nga profesoreshat më të ndritura që kemi në komunën tonë, duke qenë se sportin shkollor e kemi partnerin më strategjik në konceptin e zhvillimit të projekteve, por është edhe njëra nga akterët që për herë të parë në Pej e kanë themeluar një klub të futbollit të vajzave. Për ndryshe, përderisa jemi në realizimin e këtij emisioni dhe në këtë tryez, Peja është edhe një koqire e 600 gjimnazistëve, e 17 qyteteve, 7 regioneve dhe e 63 shkollave të mesme, duke qenë vend takimi i gjimnaziadës 2026, dhe përderisa ne këtu po shpalosim diçka nga fragmentet e arritshmërisë, në Pej është duke u zhvilluar spektakli më i madh dhe më i bukur sportiv në Republikë. Po
Çka mund të na tregoni diçka më shumë rreth për shtegun kulturor? Çka nënkupton konkretisht shtegu kulturor dhe si pritet të ndikojë në promovimin e pejës? Në fakt, shtegu kulturor është pikë referenca e parë dhe më e rëndësishme për të gjithin banor dhe vizitor. Në kuadër të shtegut kulturor ne kemi integruar një pako të pasur edhe turistike, por edhe kulturore. Shtegu kulturor që fillon me Muzeun e Qytetit në qendër të pejës, ngërthen edhe 13 pikë ndalesa të tjera dhe reflekton gjithandej edhe resursin natyror, por edhe resursin kulturor që ofron komuna e pejës, të gjitha veçantitë e pejës, historinë e pasur, më pastaj trashëgiminë e pasur, diversitetin fitar, tolerancën në mes të njerëzve, qarshinë e gjatë, ndërmarrësinë, historikun nga via Egnatia të ndërmarrësisë dhe ndërvite, pasionin për mos të dorëzuar kur, duke e ditur se një pjesa më e rëndësishme shtegut kulturor në pej 3 herë është djegur, do më thënë nuk e ka pas fatin më të mirë gjatë luftrave historikisht, por jashtë një pastion i jashtëzakonshëm, i asetit më të mirë që e ka komuna e pejës, gjithmonë e kam thënë dhe vazhdojmë ta them që janë njerëzit e saj, është një pasion që bindja që asnjëherë mos dorëzohesh, gjithmonë është fitimtare. Dhe gjithandej, do më thënë, shtegut kulturor bëhet një prezantim, por në anën tjetër neve na shërben shumë edhe për realizimin e projekteve ndërkombëtare, për projektet ndërkufitare dhe për mikpritjen e shumë mysafirëve që vinë edhe përtej Republikës dhe përtej regionit për të kuptuar vlerat tona, apo siç e them unë, të dritares më perëndimore të Republikës së Kosovës. Po besoj që jeni edhe të rritur, keni ardhur nga peja direkt në studion e Pasion e Profesion, po besoj që Denisi bashkë me Viridonin janë edhe gati me pjatat e tyre dhe do na servojnë tash brenda pak minutash. Fillojmë edhe bisedën, të vazhdojmë bisedën këtu bashkë, po ndoshta më na tregu pak më shumë rreth ofertës e integruar turistike kulturore, sa është zhvilluar deri më tani? Ne punojmë në atë drejtim jashtëzakonisht shumë. Ofertën turistike e pasuron jashtëzakonisht shumë, lista e binjagëzimeve tona kulturore që kemi me qytete gjithandej Europës, por jo vetëm. Si lajm i fundit, përpos binjagëzimeve të shumta, si lajm ekskluziv është se komuna e Pejës është komuna e vetme në Republikë që ka një binjagëzim me një qytet në komunën e Hungarisë, që ka bazë kulturore, është fjala për Egerin. Komuna e Pejës është komuna e parë që ka arritur një marrëveshje binjagëzimi me Kozencën e Kalabrisë, duke qenë se në provincën e Kozencës gjenden edhe 28 fshatra arbresh, ku janë rritet e rrënjeve tona kulturore dhe një trashëgimi e pasur e kostumeve, e traditave, e gjuhës, e librit dhe çdo gjë tjetër deri te brezi më i ri, jo më pak se 600 vjet. Po sa janë të rëndësishme këto binjagëzime? Janë të rëndësishme jashtëzakonisht shumë, sepse janë formatet më të mira të shkëmbimit kulturor dhe të prezantimit të vlerave tona përtej Republikës së Kosovës. Kur jemi te vlerat, kemi çfarë të prezantojmë, duke filluar prej medaleve të arta olimpike e deri te balerinat e moshës më të vogël që janë duke bërë, ju falënderit dhe ju lumshin duart. Përndryshe jemi edhe adhurues të pastave, por në qoftë se na premton në terminin tryez, do të kisha bërë edhe disa prezantime të sofrës pejane, sepse edhe recetat pejane janë recetat pejane me gatime tradicionale që pikërisht akoma më tepër e begatojnë ofertën turistike, duke e ditur se gastronomia dhe kulinaria është segment tepër i rëndësishëm dhe nuk është vetëm ta quaj ritual, është më tepër emocion, kështu që në pej ka shumë qka dhe shumë kënde të prezentimit të sofrës pejane me recetat tradicionale, të cilat rëndom i servojmë tek qardaku i Muzeut të Pejës në ditën e muzeut. Po cilat vende apo qytete janë partnerët më të rëndësishëm në bashkëpunimet kulturore ndërkombëtare? Në fakt, ne i kemi bërë të gjitha memorandume të bashkëpunimit dhe i kemi të gjitha protokolare, e përmenda Kozencën në Kalabri, e kemi Nyliferin në komunën metropolitane të Bursas në Turqi,
Më pastaj jemi me Vekshën në Suedi, e kemi edhe Trento në Itali. Trento ka një rëndësi të veçantë për arsye se është komuna e parë që ka filluar zhvillimin e turizmit të aventurës në komunën e Pes, dhe jo rastisht komuna e Pes tashmë është lider jo vetëm për regionin, por edhe për të gjitha projektet ndërkufitare. Më pastaj e përmenda Egerin e Hungarisë, duke qenë se është një qendër shumë e madhe e cila në veçanti e prezanton jetën teatrale, ndërkohë që së shpejti jemi në prezantimin e procedurave protokolare që të binjakzohemi edhe me komunën Koblerg në Poloni. Është rasti i parë dhe kërkesa e rastit është tepër e veçantë, sepse duke qenë se në fund shekullit kaluar ka ndodhur edhe shumë martesa në mes të komunitetit nga Peja dhe komunitetit në Poloni. Do më thëmë fëmijët të tyre, brezi i dytë kanë kërkuar që të kemi një pakt miqësie cila do të bazohet në Pej tek turizmi kulturor dhe turizmi aventuras, ndërkohë që në Poloni do të shtjellohet më tepër turizmi i shëndetësisë, duke qenë se e kanë shumë të zhvilluar në konceptin e bregut Baltik. Po është punuar ose a punohet edhe në aspektin e zanateve, në ruajtjen dhe në zhvillimin e tyre? Tash koncepti artizanateve përbën një dikaster tjetër në kuadër të drejtoratit, përbën një dikaster që i kushtohet jashtëzakonisht shumë rëndësi dhe ne gjejmë gjithandej partner për t'i ndihmuar në veçanti zanatet të cilat kanë rënë në konceptin e tregut gjithëpërfshirës. Por ajo çfarë na brengos më tepër është se brezi i ri mbase në këtë shekull të teknologjisë, apo ta quaj në erën e inteligjencës artificiale, jo me interesim shumë të madh, duan ta përcjellin gjitha atë ritual. Është detyrë e komunës dhe jemi duke bërë maksimumin që këto artizane mos t'i lëmë në asnjë formë të zhduken, dhe jemi duke bërë projekte të jashtëzakonshme edhe me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar për të ndihmuar jashtëzakonisht jo vetëm për t'i mbajtur gjallë, por edhe për të sjellur modele dhe të quaj materiale të tjera apo formate të tjera që ato t'i rrisim, sepse pikërisht qarshia e gjatë që e përbën edhe pjesën më të rëndësishme të shtegut kulturor jeton dhe ka identitet artizanet. Dhe ideja jonë është që përpos formimit të qendrës së artizaneve, e cila ka zënë vend në një pjesë shumë të rëndësishme të shtegut tonë kulturor tek hambari dhe mulliri i Haxhizekës, ku për herë të parë në fund të shekullit 19 ka filluar përpunimi i miellit me industrinë austro-hungareze, është bërë ta quaj një bondifikim i bukur i qendrës artizanale dhe jemi duke bërë përpjekje maksimale që artizanët t'i kemi afër, të prezentojmë mrekullit fenomenale të tyre dhe t'i suportojmë jashtëzakonisht shumë që shpirti i tyre të ngelet gjallë dhe ne të kthehemi në rënjet tona punëdore. Jo më vonë se me 22 prill, kur edhe shënohet botërisht dita e tokës, ne kemi zgjedhur që pikërisht përmes promovimit të artizaneve të jetësojmë vlerat e tyre artistike dhe shpirtërore. Po të kthehemi pak tek sporti, na treguat që po punoni për masovizimin e sporteve, sidomos tek vajzat. Si po shkon deri tash? Ndoshta të flasim pak edhe me profesoreshën, por edhe me Gresën, sepse edhe Gresa si kampione e shumëfisht në atletik mund të ndoshta më na tregu më shumë rreth kësaj. Unë vetëm i kam zgjedhur për të reflektuar se gratë dhe vajzat e Pejës nuk janë qytetare të rendit të dytë. Ndërkohë që mbase këndvështrimi i Gresës dhe Albulenës do ta bënte diskursin më diversitar. Faleminderit. Ty jap edhe mikrofonin. Mendoj që është duke u punu mjaftueshëm me shumë zell dhe përkushtim për masovizimin e sportit shkollor, sidomos tek gjinia femrore, sidomos me aktivitetet e fundit të sportit shkollor dhe për krajes së vazhdueshme që kemi nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, pastaj nga kryetari i komunës Gazmen Muhaxheri dhe gjithashtu projekte tjera që janë implementim nga Drejtorisha Gjenet. Po.
po ndoshta të flasim pak edhe për juve Grejsa, si kampione, edhe thashë edhe më herët të shumë fesht në atletik. Çfarë ju ka motivuar deri tani që të vazhdoni dhe të mos ndaleni? Atëherë ma sporti për vetë faktin që jam kampione tregon që masovizimi i sportit të femrat u konë në nivelin e duhur, për shkak se nëse bëjmë një analizë më të thellë në sportin e atletikës kosovare, gjithmonë janë parapri mashkujt që janë personat adekuat që munden me mbri. Pra unë jam femra e parë në Kosovë që kom arrit me i bin që edhe një femën mundet, për shkak se për kroja ka qenë e mjaftueshme që unë me arrit me pas një performancë kaq të madhe në arenën ndërkombëtare. Sigurisht që u konë e vështirë, për shkak se mbretëresh është edhe mbretëresha e sporteve dhe vështirësinë sporti që e ka në mënyrën elitare, gjithmonë shkon e bëhet më e vështirë, ty kërku edhe prej vetës sa ma shumë dënë me mbriti. Mirë po, u konë shumë e letë me rrethin që unë jam përcjell gjatë gjithë karrierës teme për krojen, për shkak se kjo ku një ndër pjesa më motivuese që mu më ka bo mundi mirë, për shkak se sado që mbrin, është ajo pjesa që ti rrethin cilin të ki të bën mundi rahat, edhe me disiplinë me arrit ato që ti ki ondër ose çka ndëron me pas në një të ardhme. Ndoshta edhe zotri Vullnet na tregon pak më shumë rreth projekteve për masovizimin e sporteve. Po, përshëndetje, faleminderit. Okej, tash ne si Drejtoria e Kulturës kemi një qasje shumë të hapur kur i vjen fjala te projektet ndërkombëtare. Një prej projekteve ndërkombëtare të cilën ne jemi duke zbatuar dhe jemi pris të këtij domethënë lead në projekt bashkë me partner ndërkombëtar është projekti për masovizimin e sportit të vajzat dhe gratë. Ky projekt është një projekt shumë i madh, i financuar prej Bashkimit Evropian, edhe është projekt që do zgjat disa vjet bashkë me partnerët tonë të cilët vinë prej Italisë, Kroacisë, Portugalisë, ne mundohemi që me i shkëmby disa përvoja bashkë me ta, domethënë ata na tregojnë përvojat e tyre, po qysh e dimë dhe qysh shpeshojmë që i kemi plot kampione në pej edhe na mundemi me shkëmby dhe me ju tregu diçka çka dimë edhe na me bëu mirë në pej. Kështu që për këtë arsye Komuna e Pejës është përzgjedh për me qenë lead në këtë projekt. Projekti sapo ka fillu. Më duhet me cek që arsyeja pse jemi kaq të hapur për projekte ndërkombëtare në Pejë është që Komuna e Pejës është komuna e vetme në Kosovë që është pjesë e rjetit apo asociacionit të demokracive lokale, që është një asociacion evropian, edhe që na jep qasje me pas në shumë mundësi për projekte të ndryshme, jo veç për sportin, po për kulturën, për trashëgiminë kulturore, edhe për edukimin. Edhe pikërisht përmes këtij rjeti kemi qenë ata që kemi përfitu këtë projekt me fuqizu domethënë promovimin e sportit të gratë dhe vajza, sidomos të pjesa e sporteve ekipore. Po tash nuk e di, projektet nuk ndalen veç të sportit të na, se kemi edhe kulturën, edhe rinin, edhe kemi shti një komponent që është edukimi, e kemi organizatën ndërkombëtare DVV International që na përkra vazhdimisht me trajnime të rinjeve dhe të rriturve, që është po ashtu një projekt ndërkombëtar të cilin e kemi shumë për zemër dhe cilin punojmë fuqishëm për me zhvillu sa ma shumë kuadro dhe sa ma shumë me pas trajnimet ndryshme për qytetarët e Pejës. Përmende kulturën, rinin dhe sportin, po si mund të lidhen më mirë kultura, rinia dhe sporti në një strategji të përbashkët zhvillimi? Po unë mendoj që kultura, rinia dhe sporti në disa sfera janë veç bashkë, sepse kemi shumë të ri që merren me sport dhe kemi të ri që merren me kulturë. Kjo mandej e lehtëson paka shumë këtë strategji. Strategjia e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport gjithmonë ka qenë fillimisht hapja edhe ndaj, domethënë ne nuk i organizojmë aktivitetet veç për Drejtorinë e Kulturës. Qëllimi dhe qasja jonë ka qenë gjithmonë që të jemi të hapun ndaj organizatave kulturore që janë në qytetin e Pejës, ndaj organizatave rinore dhe ndaj asociacioneve sportive, po dhe individëve që kanë suksese sportive. Kështu që kjo është një strategji e jona,
për me arrit një sukses të përbashkët. Do më thonë, Drejtoria e Kulturës bashkëpunon ngushtë me asociacione dhe organizata kulturore për fuqizimin e skenës kulturore, për fuqizimin e sportit dhe për fuqizimin e të rinjve përmes dhe jo vetëm, po përmes aktiviteteve të edukimit. Do shta kësha dashtë me u ndërlidh edhe njerë me zonjën Albulena, që është edhe profesoresh gjithashtu, ta pyes se çfarë roli luan sistemi shkollor në identifikimin e talenteve të reja? Është baza kryesore që ne bëjmë identifikimin e talenteve. Do më thonë, përmes përvojës që e kam dikun 18 vjeçare, besoj që kam has në shumë talent, të cilët me lehtësi i kam drejtuar se ku duhet të shkojnë tutje. Do më thonë, duke i drejtuar në klube sportive, të cilët atëherë ata do të pasojnë me zhvillimin tutje të talentit të tyre. Po, a ka peja mjaftueshëm infrastrukturë sportive për të rinjt dhe për nxënësit? Po, besoj që po, mjaftueshëm, sidomos në për shkolla, është investu tepër, dhe po shihet edhe bashkëpunimi tani që pëbojmë si trekëndsh funksional në mes drejtorisë arsimit, drejtorisë për kulturin dhe sport, dhe neve si sport shkollor, është duke funksionuar tepër mirë. Po, ndoshta për fund mund po. Në qoftë se me lejohet duke qenë një rast më i veçantë për Republikën, kur jemi tek infrastruktura dhe tek bashkëpunimi me drejtorinë e arsimit, basi jemi komuna e vetme në Republikë që të gjithë infrastrukturën sportive e kemi ofruar në dispozicion të klubeve dhe asociacioneve po asnjë kosto. Do më thënë në pej, çdo gjë që është infrastrukturë publike, duke filluar nga palestra e sporteve Karagaçi, pastaj të gjitha palestra tjera të sporteve që janë të integruara në kuadër të shkollave, më pastaj ambientet tjera sportive të tipit të hapur, sikurse është rizorti sportiv në Brestovik, për asociacionet ofrohen po asnjë pagesë në të mirë të masovizimit të sporteve dhe në të mirë të rezultatit të klubeve. Kjo na ka motivuar akoma më tepër për të qenë përsëri si komunë e parë në Republikë. Është viti i tretë që edhe tek Biblioteka Rajonale Azem Shkreli nuk kërkohet asnjë kosto, as për regjistrim, as për huazim të librave, as për konsultime. Domethënë komuna e Pejës i ka vënë të gjithë infrastrukturën dhe shërbimet të tjera në shërbim të qytetarëve, në veçanti të shkollarëve. Po besoj që kjo është edhe një motiv për gjithë ata që do më thënë, për pos subvencionimeve ofrohet në plotni edhe gjithë infrastruktura për klube dhe asociacione sportive. Po për fund, a mund të ndajeni ndoshta planet afatgjate për zhvillimin kulturor dhe sportiv të komunës së Pejës? I kisha njoftuar edhe shikuesit, por edhe gjithë ata që planifikojnë të qëndrojnë Pejë dhe të përjetojnë diçka. Ne jemi përgatitje si për tashi për muajin maj dhe qershor, duke ditur se në muaj qershor është edhe java e festës së Pejës. Në kuadër të javës së festës së Pejës, ne mundohemi të prezantojmë më të mirat nga sporti, rinia dhe kultura. Çdo gjë fillon me krosin shkollor që organizohet për ndërtën e qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, organizohet kros shkollor për vajza dhe djem. Më pastaj do të kemi aktivitetet të ndurta edhe kulturore, edhe rinore, edhe artistike. Çdo gjë kulmon në 16 qershor me ndarjen e çmimeve për qytetar nderi, për mirënjohje dhe për shumë tituj laureat për komunën tonë. Vitin e kaluar e kemi prezantuar edhe për herë të parë orkestrin e Dukagjinit. Është bërë një menaxhim i mirë me Fakultetin e Arteve pranë Universitetit Publik Haxhi Seka. Më pastaj na pret Korriku, sfida e Anibarit, është një festival ndërkombëtar që sjell jashtëzakonisht shumë mysafir. Është java e diasporës që për disa net me radhë ne prezantojmë domethënë pjesët më të bukura kulturore në skenën verore të komunës së Pejës. Shtatori na takon me festivalin ndërkombëtar të letërsisë Azem Shkreli. Më pastaj në fund shtator do ta bëjmë edhe festivalin më të madh të qeramikës në kuadër të Galerisë së Arteve, i cili në një formë do t'i hap rrugë edhe festave të fundvitit. Pa haruar që në Galerinë e Arteve në Pejë, që është bërë ambienti më i frekuentuar i dialogut kulturor, çdo muaj ka ekspozit premier.
E për gjithë bashkëdhetarët tonë që jetojnë në diasporë, që vinë, na vizitojnë gjatë kësaj kohe, gjatë verës, pra keni shumë qka të bëni në pej, kështu që kur të vini, vetëm drejtojnë ndoshta në rrjetet sociale të drejtorisë për kulturin dhe sport, mund t'i gjejnë të gjitha detajet. Po e haruar turizmin e aventurës dhe guidat e shumta që shpijen në Gryken e Rrugovës, ku aventurierët mund të testojnë via ferrata, të bëjnë një sfidë me adrenalin, të bëjnë zipline, të kalojnë urën tibetiane, por po haruar të shijojnë diçka nga pjatat tradicionale në shumë lokale që edhe promovojnë biznesin familjar, por edhe promovojnë diçka që me të vërtet është vlerë pa kontestuar. Edhe me zi presin bashkëdhetarët. Mbase Gresa do në shtoj diçka sepse aktualisht është duke jetuar në Madrid, dhe për ne po na mungon, e nuk e di si po ndjet Gresa. Gjithashtu deshta me shtu se në pej nuk ka pas asnjëherë gara të vrapimit, edhe tash për herë të parë po mbahet me 14 qershor. Është gara Trail Run Peja, që njëkohësisht edhe i kisha ftu gjithë personat kush dëshiron me pa natyrën e bukur të pejës, janë 2 disiplina që kanë me marr pjesë, edhe realisht i kisha ftu gjithë me marr pjesë edhe me pa bukuritë e natyrës pejës, sidomos është edhe ajo java e festivalit, festës, edhe me përjetu krejt njëjtin adrenalin si gara e parë. Pas kemi shumë qka, si slash dhe ma herët, jo veç për bashkëdhetarët, por edhe për gjithë ne që na mungën pak, ndoshta edhe ajo pamja bukur edhe aktivitetet është kënaqësi e veçantë të ndalosh së fundmi tek Qendra Nacionale e Judos dhe të shikosh nga vendi i ngjarjes 5 medalet olimpike, që më të vërtet komunës së Pejës i japin epitetin 5 yje për jetën, për veprimtarin, për njerëzit, për sportin, për kulturën dhe për... E jo veç qytetit të Pejës, gjithë Kosovës. Por aty është baza, aty fillon, aty ka filluar gjithçka. Normalisht. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për vizitën që keni ardhur nga Peja deri këtu. Ishte kënaqësi të flasim pak ndoshta edhe për promovimin e trimëve dhe për aktivitetet që mund t'i gjejnë të gjithë ata që jetojnë edhe jashtë Pejës, por edhe për ata që jetojnë në Pejë. Ishte shumë kënaqësi e madhe t'ju kemi këtu dhe tash po e shijojmë edhe ushqimin. Faleminderit shumë, me kënaqësi. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe njerë që ishit pjesë e kësaj interviste, pjesë e jona këtu në Pasion e Profesion. Ishte shumë kënaqësi që do dëgjojmë më nga afër për të gjitha planet e ardhshme, por edhe ato aktivitetet të cilat po mbahen vazhdimisht në komunën e Pejës nga Drejtoria për Kulturin dhe Sport. Faleminderit shumë edhe njerë. Për ne akoma më tepër. Ju falemnderit edhe për gostinë e Drekës. Mund të udhroni ju bëft mirë. E gjithashtu dua të falenderoj për këtë tryezë që ka bërë edhe më të bukur, Flower Dice, që mund ta gjeni në Prishtinë dhe mund të merrni edhe lule të freskëta. Shikues të dashur, dal nga dal, i erdhi fundi edhe këtij emisioni. Dua të falenderoj shumë Denisin dhe Liridonin, të cilët ishin pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë për pjatat e mrekullueshme Denis, ishte kënaqësi e madhe të kemi këtu. Dhe për mua është kënaqësi e madhe që performova te ju. Faleminderit shumë edhe Liridonit, i cili besoj që do e kemi përsëri këtu në studion e Pasion e Profesion, dhe faleminderit gjithashtu edhe mysafirëve tonë që na treguan edhe një herë që është shumë e rëndësishme të duam atë që bëjmë. Dhe deri këtu, Liridon, çu shka i sajt? Mirë, shumë mirë, si gjatë. Ishte kënaqësi e madhe të kemi edhe ty. Faleminderit për pjatat e mrekullueshme. Shikues të dashur, ne shihemi përsëri javën e ardhshme të dielën nga ora 18. Dua të falenderoj shumë Podravkën, e cila mundson çdo herë realizimin e këtij emisioni. Shihemi së bashku të dielën tjetër.
Ky emision mundësohet nga Podravka.